Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye duhen ta kuptojmë çka do të thot adhurim, cilin lloj të adhurimit e trajton dhe e shtirton fjala La ilaha illallah. Fjala La ilaha illallah ka ardhur ta trajton, ta shtirton problemin në atë të cilën ke zgjedhur. Pra adhurim do të thot, ka thonë dikushte, do e mos duhet t'i plotson për ta konsideruar një send adhurim, siç ka thonë Ibn Qayyim, ghayatul mahabba ma ghayatil khudu'i wadh-dhull. Këto janë di elementet të adhurimit. E para nga ajo ka thonë, dashuri e plot me nënshtrim të plot. Nëse e don diken, mirë po nuk jo nënshtrohesh ati të rësisht, tha nuk i thohet adhurim. Nëse e don diken, mirë po nuk një nënshtrohesh urdhit të ti, nuk ndalohesh nga ndaleset që ka ndalu ai, nuk i thohet adhurim. Asaj nuk i thohet adhurim. Po gjithashtu dhe nëse i nënshtrohesh me imponim, nëse i nënshtrohesh dhe nuk ke dashurin ndaj ati që ju ki nënshtru, gjithashtu nuk i thohet adhurim. Për këtë arsye ka mundësi njeriu të nënshtrohet dikujt me gjithata e urren atë. Kësajne nuk i thohet adhurim. Po ka mundësi ta don diken, me gjithata nuk i nënshtrohet ati, si kur që e don dikush e vladin, apo e don gruan e ti, apo e don dashamirin e ti, me gjithata nuk i nënshtrohesh të rësisht, kësajne nuk i thohet adhurim. Adhurim i thohet kur t'i plotsoje dikusht. Kushti i parë, dashuri të plot. Kushti i dytë, nënshtrim të rësisht, pa pyet pse. Pra vëllezër të ndershëm, këtë lloj të adhurimit e don Allahu. Me këtë lloj të adhurimit që ja kanë bën njerëzit, pra jo e imponuar vetëm me dashni që e ka pas ndaj Allahut Azza wa Jall që e ka kri, urdhat e Allahut me i çuar në vend, qofshin fjalë apo vepra, dhe mund ndalu nga ato të cilat kanë ndalu Allahu, qofshin fjalë apo vepra, të jashtme apo të brendshme, kësajne i thohet adhurim. Para ta Ibn Taymija e definoi adhurimin dhe tha, ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Është emër i përgjithshëm ibadet, i përfshin të çdo sen që e don Allahu dhe e pëlqen, qoftë prej fjalëve apo qoftë prej veprave të jashtme apo të brendshme. Kësa i thojnë ibadet. Para ta Ibn Qayyim i tha, ibadeti është ngrit në 4 shtilla. Ibadeti është ngrit në 4 shtilla, si që definoi Sheikhul Islam Ibn Taymija. Tha ibadetin e përfshin përbohet nga fjala dhe nga vepra, dhe ata të brendshme dhe të jashtme. Fjala e zemrës dhe fjala e gjuhës. Fjala e zemrës 1, fjala e gjuhës 2, vepra e zemrës 3 dhe vepra e gjimtirave 4. Ai i cili i përmbush çeto 4, kjo është që e meriton epitetin musliman, mu'min, besimtar. Për ata vëllezër të ndershëm, fjala la ilaha illallah ka ardhur që këtë lloj të adhurimit që drejtojmë vetëm atij që e meriton. Fjala la ilaha illallah ka ardhur të na shqirton çështjen e adhurimit. Së pari, të kuptojmë çka do të thot adhurim. E dita, këtë lloj të adhurimit mos t'ja kushtojmë vetëm atij që e meriton adhurimin. Ai ku është? Allahu Azza wa Jall. Vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall na krijoi dhe na zbukuroi. Dhe Allahu na i përmend në Kur'anin e Kerim për këtë krijim të përsosur dhe tha, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Vërtet njeriu
e kena kriju në formën më të bukur. Dhe Allahu thot: ja ju el insanu ma gharrak bi rabbikel kerim. Ojo ti njeri, qka të mashtrojnë ndaj Allahut bujar. Elledhi khalakak fesawake fe adalek. Ai që të kryojnë, të përsosim, të zbukuroj në formën më të mirë. Allahu azza wa jall a din përse na i dha këto shtisa. Allahu azza wa jall na i dha këto shtisa që Allahun të falemderojmë. Allahu thot në Kurani Kerim: wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Thot kujtoja vetës tonë në një ditë kur ke dalë pej barkët të nanës, s'ke ditë kur gjo. Pastaj Allahu than: wa ja'ala lakumus sam. Allahu të boni të që të ndëgjosh. Wal absar. Allahu të boni që të shiqojsh. Wal af'idah. Dhe Allahu të dhëroj zemra që të mendoni me ta. La'allakum tashkurun. Në më formë që Allahun azza wa jall të falemderoni. Allahun azza wa jall të falemderoni. Po ashtu Allahu na tregon për ata të cilët janë bo banor të xhenemit. A keni dëshirë vëllezër të i dim pse këta njerëz, nga gjinët dhe njerëzit, Allahu tha i lam i krijuam për xhehenem. Allahu thot në Kurani Kerim: wa laqad dhara'na li jahannam kathira min al-jinni wal ins. Shumë krijesa nga gjinët dhe njerëz i kemi lënë që të banojnë të jenë në xhehenem. Pse ja Rab? Thot lehum qulub la yafqahuna biha. I kanë zemrat, nuk mendojnë me to. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Kanë si, nuk shiqojnë me to. Kanë vesh, nuk ndëgjojnë me to. Allahu tha këto janë si kafshët, mirë po edhe më beter se kafshët. Dhe Allahu na tregon në Kurani Kerim këta shtisa që Allahu na i ka dhonë, tha kini mu pit në ditën e Kiamet. Inna sama wal basara wal fuade kullu ulaike kana anhu mas'ula. Këto shtisa do të pyetën për Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit. Jo vetëm kaq, po Allahu na tregon dhe thot: këta gjimtyrat e juaja do të dëshmojnë ditën e Kiametit për juve apo kundra jush. Thot Allahu në Kurani Kerim: yawma tashhadu alejhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Do dëshmojnë për ti apo do dëshmojnë kundra ti? Kush janë ata që do dëshmojnë? Do dëshmojnë gjua jote, do dëshmojnë duar tuaja, do dëshmojnë gjimtyrat tuaja. Për këtë arsye Ibn Qayyim i thot, pse Allahu na i përmend këto, që Allahu azza wa jall për këtë arsye, për këtë këto gjimtyra ka bo urdhër dhe ndalesa. Ka urnu ko me shiqu, ka ndalu prej qkajt me shiqu, ka urnu qka me ndëgju, ka ndalu nga qka i murujt dhe mos me ndëgju, ka urnu Allahu azza wa jall qka me fol, ka ndalu qka mos me fol. A dini përse? Për çka këse këtë provim të ibadetit tha e kalojnë vetëm besimtar. A i cili e përfir dhurin Allah, ndalohet nga ato që i kanë ndalu Allah, është a i cili e kalon provimin e parashtruar prej anës Allahu azza wa jall.